Protesta e 30 familjeve në Vlorë kundër mungesës së energjisë elektrike ka futur në konflikt OSHE-n dhe ndërmarrjen e ujësjelljes kanalizimeve. Shkak është bërë një transformator i vjedhur rreth 2 javë më parë, që ka lënë pa energji elektrike banorët e lagjes 24 maj. I kontaktuar nga Ora News, kreu i OSHE-s në Vlorë, Roland Saliu, sqaron se transformatori i vjedhur është në pronësi të ujësjellësit dhe OSHE nuk ka mundësi ligjore për të ndërhyrë në këtë rast. Por nga ana tjetër ujësjellës kanalizime Vlorë kundërshton pretendimet e operatorit të shpërndarjes. Drejtori Dorian Xhelili shpjegon se nuk e ka në pronësi transformatorin, pasi nuk është pjesë e inventarit të këtij institucioni. Ai kërkon OSHE-s të marrë masa për stabilizimin e situatës. Ndërkohë banorët e mbetur pa energji kanë paralajmëruar për shkallëzim të protestës me bllokim të rrugës, në rast se nuk do ketë reagim konkret. Ne kemi 2 javë pa drita. Jemi të paguar së rregull të gjitha detyrimet që kemi ka shtetit. Jemi ankuar, kemi kërkuar, nuk na vëshëllën njëri fare. Unë kam bërë një kontratë që të pagoj drita. Unë kam fëmijë të vogël në shtëpi që e mba me batanie, qan atje dhe se lë të dali për jashtë. Jemi pa drita, pa gjë, smur jam, vetëm jam, njeri nuk vetë dorë fare. Do vazhdojmë me mbylljen e rrugës, ose edhe më lart, ku çfarë do mundemi do bëjmë. Qatë mundemi do bëjmë, se ata ja kanë lënë në dorë ujësjellësit. Ujësjellësi ka bërë kontratën me OSHE-n. Kemi biznes, na kanë mbyllur dyqanin, nuk po punojmë dot. I paguajmë taksat të rregullta të shtetit, çdo gjë. Çdo gjë i paguajmë të rregull. Na mbyllën punën, s'kemi bukë të ham. Pas vjedhjes së transformatorit, nuk funksionojnë as pompat e ujësjellësit, duke lënë pa furnizim zonën e Zvërnesit në Vlorë.